أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين اللهم اجعل كل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك شيئا أما بعد falenderimet dhe lavdrimet ma kulmore për Allahun krijuesin e gjithësisë. Vetëm ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona janë mbi punën e të dërguar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira, shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnikë dhe gjithë ata të cilët e ndjekin edhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati i dashur, i madh Allah azza wa jall na ka begatu me begatit shumëta. Na ka dhënë të mira sa na nuk mundëm me i numëru. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. E kemi përmendim, duhet me shkru me dukat. Edhe nëse mundoheni me njeh, me i numëru të mirat e Allahut, begatit që aja u ka dhënë juve, nuk mundeni me i dalë thonë. Mirë po njona prej begative ma të mëdha që i madhe Allah azza wa jall është që neve na ka bo nasib për me përjetu edhe një Ramazan. Sa mundet me kun kjo begati? A mundet me dit na sa është e madhe kjo begati? Me një transmitim, me një rivajet, dy persona në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam po bojnë do ja Rab, bona nasib me vdek si shahida. Ja Rab, bona nasib me vdek dëshmor. Shpërbimi i dëshmorit na e dina.
Edhe xhamati i dashur, po ndodh kështu. Njoni për tyne, po test front luftës, shahid. Tjetëri, po test shtrat. Vdekje normale. Njoni po i sheh në ndër. Ky që ka vdekje në shtrat, ma nalt se sa ky që u kon shahid. Ky që ka vdekje në shtrat, ma nalt se sa që ai që ka vdekje si shahid. Edhe xhamati i dashur po shkoi te Resulullah me vet, ja Resulullah, çka është meselja? Ky ka vdekje shahid, ai tjetri ka vdekje shtrat. Vdekje dallojnë sinata me ditën, çka është problemi i tij? Xhamati i dashur, ky kish pas dru jetë në vjet mas këtij, po thot Resulullah e ka pas në Ramazan plus. E ka pas çka? Në Ramazan plus. Kjo është xhamati i dashur me pas në Ramazan plus, që i madhe Allah neve na ka bën nasib me e pas plus. Mirë po sopi adim vlerën pak. Tash e na e pom so vetë kemi falem terapi. Unë gjithashtu e di që shumica prej neve janë në përpuna. Edhe kanë telashe, kanë probleme, nesër kanë me shku në punë. Mirë, po që të që është esenca kur unë e përmensha në fillim një shembull, edhe thësha i kish pas gjetë njoni një diamant. Edhe atë diamant e kish pas marrë, e kish pas shit me luk bashkë, se nuk ja kish dit vlerën. Ish ardhur njeri që e kish dit vlerën, edhe ja kish dit krejt. E ka shit diamantin me miliona, se ja ka dit diamantin vlerë. Që që është sot na kur pëthojna nota e 4, nota e 27, e është diamant, është me vlerë. Ata cilët nuk janë me neve, e lanë notën, thojza. Nuk kanë vazhdu me ibadete me neve, nashta disa për tyne, mos para që pojmë vazhdojnë me ibadete të shtëpia. Mirë po, xhamati i dashur e kanë shit diamantin për lukë. Shumë thjesht, po thëmë, e kanë shit diamantin për lukë. Na jemi duke përjetu një natë për i netëve të mlaja. Shumë thjesht më në me thonë që vendim po kohë dyshime këtë natë, se përna qatë sigur përna thunin në 27. Jo xhamati i dashur. Pleqë të na neve na ka mësu prej fillimit. Nota e 27 me shumicën e mendimit të ulemave është nota e 4. Krejt pleqë tonë që shtu na ka mësu. Deri sa i patëm disa telashe, edhe disa të rinj për i hoxhallarve, e pronën një mendim ndryshe. Edhe ai mendim ndryshe, nuk përquju në tash një farë aspekti, e zbehi këtë natën e 27, e deri sa para një vjetë e qetën një fetpo apet, edhe apet të këthy tanë edhe ata përdojnë nota 27, mundësia modhe dhe konë nota 4. Do me thonë xhamati i dashur, apet është këthy, bazament se nota 27 i ka argumentet ma të loja se është kjo nota e 4. Mirë po pse kjo shefje? Po thot Hasan el Basri, njoni për djetarëve ma të dhej, po thot kështu, njoni prej e vlet për të vetë. Inna Allahe akhfa khamsen, fi khamsin, li khamsin. I madhe Allah Zogjel, i kam shef 5. Në 5 për 5. Qka jem këto 5 që? E para për thët, akhfa sa'atul ijabati yawm al-jum'a. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjuma është një orë në të cilën robërit bojnë duan të, edhe në atë orë i pranohet duaja. I madhe Allah azza wa jalla ka mshef këto. Për çka? Për me u bo e vlefsh me krejt dita e gjuma edhe na me mund të angazhu me duan krejt ditën e gjuma. Akhfa lejlet e l'qadri fi al-ashr al-awakhir, e kam shek natën e kadrit, dhejshin e fundit, që na dhe dit e fundit me konë prej atyre ibadetçive të cilët nuk ndalemi. Se shumë thjesht e sa në halin atë që të dhima. Nëse dojna që kjo është nata 27, dhe të netë përpora i na krejt jashtë. Kur jenë të 27, a që venjam këthunit 27. Po, a më kërë betit 27 e neba. Qështu që ka që t'jeshtë? I madhe Allah ka dit njeriu, se vet e ka kriju. E la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din ai i cili e krijoi ato. Wa huwa al-latiful khabir, ai është i gjithdijshmi në hollësi. Por ata e kanë njoft njeriu si njeri edhe ja ka bu atina të mshef natën, për arsye që ai me punë dhe të net i vëmendshëm. Wa akhfa ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min at-ta'ati shay'an asa an yakuna fiha ridallah.
Shumë e madhe që më të dashur, po thotë kështu Hasan el-Basri. E kam shef I madhe Allah kënaqësi në veprat e mira, në mënyrë që ju mos me mendu se I madhe Allah këtu është I kënaqur edhe me e praktis veprën e mirë. Qysh me praktis veprën e mirë? Hoxha Allah shpërblet të prunin I shishe me ujë. Që kjo që shishe me ujë është se vapi madh. Mirë po kjo llogaritet të robrit ka njerë e vogël qatë shumë, edhe thot lebre se s'pe kryo në kitë se vogël. Për ata I madhe Allah Azza wa Jall e kam shek qka, kënaqësinë e tij në vepra, në mënyrë që na edhe që të shishe me ujë mos me e konsideru të vogël. Kur ka thonë, ajo të ashtë hadithi lavirja, e cila u kon lavire, mirë po e ka mush këpucën, e ka mush nallën me ujë, edhe ja ka vendos macës për me e pi, edhe ajo është po sebeb për me e dërgu ato në xhennet. La hawla wala quwwata illa billah. Lavire, po. Zinaçore, po. Me ujë, aja fuzi për lezëm Kur'an s'pënollet, aj tjetëri për jep sadok s'pënollet, këtë tjetëri ashtu. Qa ty që u kon knatësia e të madhët Allah? Qa ty që u kon knatësia e të madhët Allah? Nuk dihet vepra jote sa e vogël me kon, mirë po te I madhe Allah është shumë e madhe. Njoni tha isha me kërë rrugës të shku. Neve shpesher nga bjerë kjo qashti, si do mos Kosovë. Tha, bike shika pak. Njonin e posh rrugës. Mirë po, tha, I shmejt të ejcë. Shio vinë? Hajta, në, po I se vo. Tha edhe pëse atet e kom, nuk e marrë të kërkon rrugës. Unora e mura. E dërgova, në ondër po m'vjen, se mu ka po një vejpër e madhe ka po. Në ondër po m'vjen, se mu ka po vejpër e madhe ka po. Njonë për I nahive, kjo është poezi, helle ke sirrun inda Allah. Bejne ke ente, o bejnë Allah. A kiti t'i shka që mund të më shef ti, veç me steje edhe me salata soqe. Helle leke sadakatun të khfe, a kina I sadat që ti e më shef, la ja'lamuha illa Allah, që nuk edin as kusht tjetër, për pas salata soqe. Kjo vejpër që moti dashur aje ka bo, nuk e ka kalzu kush është, as të është vishë si shembull e ka marë, se është vejpër shumë e vogël që ti e manë më sheftas, mirë po te I madhe Allah Azza ka vlerë të madhe. Pika e tretë, e thamë pikën e katër, po akhfa sakhatahu fi ma'siyatihi, fala tahqiru ayyu ma'siyah. Edhe e kam shef me thonë me një fakfjale nervozën, mirë po e kam shef I madhe Allah dënimin për gjunat që na I bona. Njeri ju mundet me bo një gjunat, I vogël, mirë po te I madhe Allah është I madh. Syni jot e llogarit të vogël, mirë po te I madhe Allah është I madh. E ke prejk zemrën e një besimtari. E ke prejk ndjenjen e një besimtari. Na shta një fjallë shumë e vogël u kun. Mirë po ati ka me të hatrin, valloj që mos të doshur Pregatitu. Se është shumë problem kjo. Është shumë të roshë kjo. Po thot pikën e pesë, wa akhfa awliya'ahu fi khalqihi. Edhe I kam shef e vdion në krijesat e tij. Që që mos të doshur aktorë me kon numër prapësisht 200-300 vjet thojse. As njoni për neve nuk e dit këtu, a mos rastisht ka e vdia, apo nuk ka e vdia. Qysh e vdia? E vdia ai I cili ja ka drunë Allahot, ja ka frikën Allahot, edhe është prej vejpërve të mirë. Shumë letë është me kone vdia. Mirë po as njoni nuk e dit. Duat e tyre pranohen. Një dua e bën të I madhe Allah Azza wa Jall, pranohet. Allah në arrujt me bu diçka këto në shërë, me bu me dash dikon me e shërë. Me ti doa tina. Me bu me dash diçka hajrë, e ngrit, e qanë naltë sa që ti që ditësh, qëfar ndryshimi bën. E kalon I madhe Allah e vjallë më sheftë për çka? Që të rusë e ka bën, ja thu naj njonit prej muslimanve një fjallë të kiqe. Me bu me kunaj prej e vjallëve, te I madhe Allah se që ka peshtë madhe. Duhet më dhujtë shumë,
se tek ai kanë peshën latit. Kjo është xhamati i dashur një porosi e shkurt që e ka dhënë Hasan el-Basriu. Mirë po unë në këtë natë komendu që shumë ma shumë javën për me folë për një çështje tjetër. Na për tërtojna bazën, po thojna jena besimtarë, po thojna që jena prej atyre të mirëve, dhikër po bojna. Mirë po